Përshëndetje të nderuar miqtë e mi. Ja ku po takohemi sërish së bashku, këtë herë për të ardhur pranë jush me një histori që ndoshta për shumicën për ju mund të jetë e pabesueshme, por është e vërtet. Ata nuk e dinin që janë vëlla e motër. Punonin në një punë, rinin shumë bashkë me njëri tjetrin, por nuk e dinin që janë vëlla dhe motër. Dëgjoni rrëfimin në vazhdim. Unë nuk e kisha menduar kur se një ditë jeta ime do të ndryshonte në mënyrën më të pabesueshme, më të dhimbshme dhe më të bukur njëkohësisht. Është një histori që gjithmonë do ta mbaj në zemër. Një histori që e zbulova rastësisht, por që më tronditi dhe më bëri që jetën ta shoh me një sy tjetër. Gjithçka nisi në vendin më të thjeshtë, në punë.